Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Erisialdo Gjutën, të dashurin e 18 vjeçares Natalia Murati, e cila u plagos me armëzjarri në dhomën e hotelit Gjuta në zonën e Saukut në Tiranë. Sipas vendimit të gjykatës, është liruar Valdimir Gjuta, xhaxhai 22 vjeçarit si dhe nëna e tij Mirvete Gjuta, ndaj të cilëve gjykata ka caktuar masën detyrim paraqitje. I dashuri 18 vjeçares akuzohet për moskallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, ndërkohë në kërkim janë Sajmir Gjuta, 49 vjeç, babai 22 vjeçarit dhe kushëriri Elvir Gjuta, 24 vjeç, të akuzuar për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Erisialdo Gjuta, i dashuri 21 vjeçar, i 18 vjeçares që dyshohet se u vet plagos në hotelin Gjuta në Tiranë, ka deklaruar se ka qenë jashtë me të atin në momentin që ka dëgjuar të shtënat e armës. Sipas tij, janë gjetur me vrap në dhomë ku ishte e dashura dhe e kanë gjetur të plagosur. Fillimisht kanë tentuar të japin ndihmën e parë, por kur kanë parë se gjendja është serioze, kanë vendosur që ta dërgojnë në spital. Arma është e Erisialdos dhe akoma nuk është gjetur. Deri në këtë fazë, policia nuk ka indicje se ngjarja të jetë dinamik tjetër përveç asaj të vetplagosjes. E reja ka tentuar edhe më herët të presë damarët. Ndërkohë, 22 vjeçari i arrestuar nuk tregon se ku e ka fshehur armën. Ai mban pozita mohuese në këtë drejtim dhe thot nuk di. Ngjarja është e mbushur me mister, pasi dinamika dhe motivet e ngjarjes janë ende të paqarta. Policia ka arrestuar më herët 2 nga pronarët e hotelit, ndërsa 2 anëtarët e familjes Gjuta janë në kërkim. Pasi 18 vjeçaria ka mbërritur në spital. Policia ka kthyer kamerat e sigurisë dhe ka zbuluar se ngjarja ka ndodhur në hotel Gjuta, duke çuar në arrestimin e pronarëve të Vladimir Gjuta, xhaxhai 22 vjeçarit, dhe të cilin vajza kishte raport intim, dhe Mirveta Gjuta, nëna e tij, e akuzuar për veprat penale moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Në kërkim u shpallën Sajmir Gjuta, 49 vjeç, babai 22 vjeçarit, kushëriri Elvir Gjuta, 24 vjeç, si dhe vetë Erisialdo Gjuta, i kapur, i akuzuar për të njëjtat vepra, moskallëzimi i krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Mësohet gjithashtu se Mirvetja dhe Elviri nga fisi Gjuta kanë dërguar 18 vjeçaren në spital. Janë porositur të thonë se gjetën vajzën të plagosur te rrethi ekonomikut. Ndërsa ndaj të dashurit të 18 vjeçares rëndon edhe akuza armbajtje pa leje, pasi arma me të cilën u shkaktua plaga e 18 vjeçares në gjoks ishte e Erisialdo Gjutës.